Serbia prej më shumë se 25 vitesh vazhdon t'i financoj serbët që jetojnë në Kosovë duke u dhënë rroga, pensione dhe ndihma shtetërore, edhe pse ata nuk jetojnë në territorin e Serbisë. Në të njëjtën kohë, shqiptarët nga Lugina e Preshevës përballen me kufizime të vazhdueshme. Adresat u fshihen, të drejtat civile u mohohen dhe trajtohen si qytetarë të dorës së dytë. Fatkeqësisht, Kosova ka bërë shumë pak për shqiptarët e kësaj pjese, jo vetëm kjo qeveri, por të gjitha qeveritë deri më tani. Një shembull i qartë është se një serb në Kosovë mund të ketë dy shtetësi, atë të Serbisë dhe të Kosovës, pas një pengesë ligjore, ndërsa një shqiptar nga Lugina duhet të presë deri në 10 vjet për të marrë shtetësinë e Kosovës, edhe pse jeton, punon dhe kontribuon aty. Realisht, shqiptari nga Lugina pret po aq gjatë sa një kinez apo sirian për të marrë shtetësinë e Kosovës. Edhe pse të gjithë i dinë diskriminimet dhe vështirësitë që përjetojnë shqiptarët e Luginës së Preshevës, askush nuk ndërmerr hapa konkret për t'u lehtësuar këtë proces, apo për t'u dhënë shtetësinë automatikisht atyre që dëshmojnë se jetojnë në Kosovë. Prandaj, kur ju flasin për patriotizëm, përmendjani këtë fakt, sepse shqiptari i Luginës trajtohet si i huaj dhe jo si shqiptar. Shpërndajni këtë video sa më shumë dhe ndihmoni vëllezërit nga Lugina që çështja e tyre të zgjidhet sa më parë.